Në telezite e arkivave të Ministrisë së Kulturës, mes megjera doshjeve të verdhura nga koha, thuhet se gjendet një dokument ku të ngriç gjakun. Sipas dëshmitarëve të asaj kohe, në fund të shkurtit 1967 u mbajt një mbledhje e fshehtë, asnjë protokoll zyrtar nuk e konfirmon saktësisht çfarë u tha atje. Por ajo që dihet me siguri është kjo, në atë dhome të mbyllur, pa dritare, me ere duhani të ndenjur, filloi shkatërrimi i yllit me të ndritshëm të Shqiperisë. Ata nuk eftuan, nuk e pjetan, nuk i dane të drejtën të mbrojtje veten. Vetëm vendosen se emri i saj du të heshte për gjithmonë, ndërsa ajo, në të njëjtën kohë, provon të fustanet për koncertin e ardhshëm. Kush ishin ata që mblodhen pushtetin të shkatërronin, ngjëgrua, pse emri i saj u bë problem për regjimin, çfarë kishte bërë Edi Luarasi, kjo bëri të padëshiruar. Dhe pse askush nuk i ata kurrë se gjeta e saj po shkatërrohej në heshtje, ajo ishte kolosi i skenave shqiptare. Që do të djele, kur Radio Tirana transmeton të koncertet e saj, rrugët zbrazëshin, njerëzit ngrinin volumin dhe harronin, për një ore të tmuar, e resiren e ditevi. Zeri i saj kishte një silesi hipnotik, i thelle, i ngrohtë, plot melankoli dhe shprese në të njëjtën kohë. Kritiket e kwanin zerin e popullit, partia e kwante kampione të realizmit socialist, por njerëzit e thjeshta e kwanin thjesht Edi Ajone. Kur këndonte, duket sikur të fliste për dimgjen e secilit, për vajzën që priste dashnoren në front, për nenën që kishte humbur gjalen, për zemrat e tyre dhe ndrat e shtira. Askush nuk e dinte se ajo vetë gjetonte në një ferke, askush nuk mund ta imagjinonte. Në vitin 1965, në kulmin e fames, ajo u martua me një burre që të gjithë e admironin, Mihallak Luarasi, regjisor i talentuar, i ri me vizion artistik që shumë kush e respektonte. Martesa u organizua si ngjarje shtetërore. Fotot e tyre u shfaqën në gazetën zyrtare, ajo me një fustan të bardhëtë të thjeshta, e me kostum të zide shikimin plot besim. Por ajo që nuk shihej në fotografi, ishte se di artista po hinin në një rrjetë të pavitueshme. Këtë di donin lirinë e art, këtë di besonin se krijimtaria duhet të jetë më e forte se propaganda. Dhe kjo bindje do t'i shkatëron të këtë di, të rriturit që gjetuan ato vite kushtojnë një fjali që kalkulonte në fshehtësi, marrëveshja e natës. Ishte një pakti padukshëm mes artistit dhe pushtetit, regjimi të jepte famen skenen duar trokitjet, por në kembi merte gjithçka tjetër, shpirtin, trupen, zgjedhjet e tua, dashuria jote nuk ishte e gjotja, karriera jote ishte prone e shtetit, edhe mendimi yt duhej të ishte i kontrolluar, i pastruar, i sigurt. Të nesën donjë here provoje të shkeputesha, të flishje me shume se duhaj, të kerkoje një grime e lirje, atë të shenonin në dosje, pa zhurme, pa dëshmitare, në mbledhje të erre të vendosaj fati yt, jo në gjikete. Jo në publik. Por në një zyre të vogël, me përdeve të renda dhe ashtë tragjet plot. Ati ku dikushke nuk ta kishte pare kurrene, si të vendoste këti nuk ishe me e nevojshme. Edi e në gjente se diska po ndryshonte. Kone fillim të vitit 1967 ftesa per koncert të filluan të pak e soheshin. As një shpjegim zyrtar. Thjesht telefoni nuk binte me. Sekretarja e radio-televizionit, e cila me pare e kërkonte studiave, tani behej sikur nuk eksistonte. Kur ajo shkonte vete per të pjetur, merte për gjigje të ftohta, repertori ishte mbushur, du të shohim këtë hemi tekgju. Por asë njëhere nuk këtë heshin. Një dita, në koridorin e Pallatit të Kultures, ajo ndeshet me një regjisor të vjetër, njeri që e kishte ndihmuar në debutin e saj. A i e shihte, por ulsita dhe kalon pa e pershen dhe tur. Ajo në gjeuzi një dore e ftohte ka imberti u zemren. Nuk ishte injurim i rastësishem, ishte singjal. Disa dite me vone, një gazetar që kishte kenemik familjar i telefonojnë atë në vone dhe ta vetem një fjali për parasit e mbilte,
ruagju, mos baje asnjë deklarata, te mos besu askënd. Ajo nuk e kuptoje. Portmeri filloi të rritet si higje brenda seq. Te atëherën do t'i diçka që e telloi katastrofe. Burri i seq u kapnengje graket e të merashme. Mihallak, si regjisor me vizion të pavarur, kishte tentuar të realizonte projekte që shkonin për te kufigjve të legjuar. Ai kishte dashur të tregonte gjeten reale, gjo vetëm propagandem. Dhe per këte ai fillui të ambikakireg. Sipas burimeve gjozirtare, në dosjet e asaj kohe ekziston një raport ku dikush nga mgjedisi i tyre kishte shenuarse. Mihallak shprehej kritikisht për disa udhëzime të partise. Nuk është e qartë kush e shkroi atë raport, por pasojat ishin katastrofike. Mihallak u shenua si element i dishimta. Te kur ti ishe i martuar me një element të dishimta, automatikisht beheshe edhe ti e dishimta, edi nuk kishte bere asgjë. Por emri i saj tani ishte i lidhur me një njeri kë regjimi e konsideronte problem, dhe kjo mjafton të per të shkateruar. Sipas legjendave të atyre viteve, diku në fund të shkurtit një mije, e 1967, mbajt një mbledhje e celules se partise në Ministrinë e Arsimit dhe Kultures. Nuk dihet saktësisht sa persona ishin atje, emrat e tyre nuk janë plotësisht të sigurt, dokumentet i përmendin vetëm si zyrtare të lartë të sektorit kulturor dhe përfakesues të komitetit kendror. Mbledhja zgjati pak, po diskutohej nevoja për një pastrim ideologjik në artet shfaqese, po flitej për eliminimin e artisteve me lidhje me elemente të dishimta. Të ne atë lista, ndër disa emra të tjera, ishte edhe Edi Luarasi. Arsjetimi, lidhje familjare me person problematik, vendimi umor pa votim formal. Thjesht koke uljet, të jeta e saj mbaroi. Por ajo ko e ben kette histori edhe me të merresisht të padrejta, është se Edi Luarasi nuk mezoi asnjëherë per atë mbledhje. Ajo nuk u tër. Nuk ju dha mundesja të dëgjogje akuzat. Nuk pati avokat. Nuk pati të drajte apelimi. Thjesht nje mengjës ajo ishte i lime i madh i vendit, të ne mengjësin tjetër ishte beri një fantazme. Në gjavet ko erdhen, ajo provoj të kontakton të gjithë të njohurit e saj, kërkoj takim me drejtorin e Radio Tiranes, kërkoj shpjegime nga koleget, shkroj letra në ministri, asnjë përgjigje, zyrtaret benin sikur nuk ekzistonte. Disa kure shihnin, largoheshin, të gjere, me të guksim shem, i thoshin në fshehtesi, lere është vendosur lartë, nuk mund të besh asgjë. Ajo nuk e dinte se ekzistonte një vendim ku i kishte fshire nga gjeta publike. Nuk e dinte se emri i saj është hekur nga çdo liste koncertesh për vitet e ardhshme. Nuk e dinte se çdo tentative e saj për të rikthyer do të blokohaj para se të arrinte tek vendimmarrësit. Ajo mendonte se kishte bere diçka të gabuar. Ishte e bindur se duhej të ishte fagji i saj. Tek jo e coj drejt depresionit të thelle. Tuhet se dokumentet e asaj periude këndruan në arkiva per pesedjete e trevgjet. Askush nuk i pa, askush nuk i publikoje. Vetëm në vitin 2020, kur një grup studiuesishme në fund fitoj akses në disa dosjete regjimit, ata gjetën shenimet e verdura. Dhe kur leksuan emrin e saj, mes fëgjaleve zyrtare të ftota, e kuptuan të vërtetë, Edi Luarasi nuk ishte harruar nga publiku. Ajo ishte vrare nga sistemi, pa gjik, pa akuzet e hapur, pa të drejten të dinte pse. Ajo gjetua vitet e saj të fundit duke pritur një shpjegim ko nuk erti kurre, të sot ne gjemi ketu per të treguar atë të vërtetë që askush nuk goksoj të thote. Kia është filmi i historise me të dhimshme të skenes shqiptare, historia e një gruagje që u rezua pa editor kurre se çfarë i kishin bere? Në vitet para shkaterrimit, Edi Luarasi gjetonte një gjete kë nga 6 dukejt si per ralle. Shtëpia e saj në lagjen e rrete Tiranes, një apartament me 3 homa në katine peste, ishte dekore perfekt për njohili nacional. Mobilje të importuara nga Çekoslovakia, disheme të lustruara ku e paskironin dritën e pasdites, një piano në koshe ku ajo provonte pjeset e regja, në mure varnin fotografi ku ajo shfake
në skenat me të medhat e vendit, në pallatin e kongresevi, në teatrin e operas, në festivale kombëtare. Në një kohë kur shqiptaret zhetonin me kupone ushqimi dhe të dreshtat e kufizuara, ajo kishte privilegjet këvinin me statusin e artistit të shtetit, por të gjitha këto ishin vetëm dekor. Brenda mureve, ajo dhe burri i saj gjetonin në një presion të e vazhdueshëm. Burri i saj, Mihallak, ishte figura kjo njerëzit e respektonin, regjisor me talent të vërteta, me ide që shkonin për të skemave të zakonshme. A i donë të tregon të gjetën ashtu si që ishte, gjo ashtu si që duhejta ishte si pas udhezimeve. Kur hyntën e dhome, njerëzit e dëgjonin me vemendje. I larte, me floket e zingjët e krehur prapa, gjithmone me një liber ose skenar në dore. A i fliste rallë, por kur fliste, zeri kishte peshe. Ne public eye dhe education si cifti perfekt. Di artiste hëjën danin të ngjashtën dashuri per artin, por brenda, të di e ndjenin se diçka po shtrengohej rreth tyre. Mihallak kishte filluar të vergje se projektet e tij refuzoheshin pa arsye të karta, se propozimet e tij mbeteshin të papërgjigjeura, se shikimet e kolegeve ishin bere të ftohta. Dhe atëherë, në ngjemengjes të ftohta të djeturit një migja e 960 trokitan në derën e tyre. Ishin tre burra me paltu të zinj. Nuk dhane shpjegime të gjata. Thjesht thane, shoku Mihallak duhet të avigje me në per disa pjeqe. Edi e pa burrin e saj duke u veshur me ketesi, duke u perpjekur të mos e shketesonte. Aji i tha, du të kthehem shpejt, mos u shketeso. Por ai nuk u kthe shpejt. Ai u kthe pas 7 ditesh. Te kur u kthe, ishte një burre i ndryshem, me i heshtur. Ma i tërhekur. Nuk foli shume per atë ke kishte ndodhur atje. Por edi e koptoj. Ata e kishin pjetur per gjithçka, per projektet e tij, per bizedimet e tij, per mendimin e tij, dhe me e kekgja, per te, per edi. A flet gruagja gjote per politike, a dëgjon emizionet e huagja, me keta kohet. Cfare mendon, Mihallak tentoj të mbrogje. Si pas një miku të aferte familjes, a ju per gjigj me guksim, gruagja ime eshte artiste e shkuar, ajo i sherben popullit, ajo nuk ka asgje të fshehur, por guksimi i tij e beri situatën edhe me takeke, sepse në atë sistem, mbrojtja e dikush të dishimta të bente edhe të dishimta, dhe kur ai doli nga ajo zire, ai e dinte se kishte bere një gabim fatal. Ai kishte treguar se e donte gruan e tij më shumë se sa i druan të sistemit, dhe per këte të dido te paguani. Ne mua është kë erdhen, gjeta e tyre u be një fer ingadalte. Mihallak hëmbita drejtën të regjizonte. Projektet e tij u anulluan. Emri i taj u faja nga programet e ardhshme. Te pak nga pak, heshtja filloi të redhonte edhe edi. Njerëzit ke me pare i telefonojnë qdo dite tani nuk per gjigjeshin. Ftesa per koncerte u bene gjithnje e me të ralla. Te një dita, një mik i vjetër i Mihallak i erdhi në shtepine e tyre natën vone, palaj meruar. A i ullë me zë të uletta, Mihallak, po flitit se du të marresh mase. Me kanet hene se po pergatitet dostja. Ruagju? Mos baj as një gabim tani, por ishte shumë e vone. Në kërshorta vitit 1991 e 1960 Mihallak luarasi u arrestua zyrtarisht. Akuza, propagande kunder shtetit, shpërndarje e ideve të rrezikshme, lidhje me elemente armikesore. Asnjë nga këto nuk ishte e vërtetë. Por askush nuk kërkoi prova. Gjykata zgjati di ore. Vendimi ishte dhene përpara se gjykata fillonte. 80 borg, edi nuk ju legjua ta futej në salle. Ajo kendroi gjashta, duke pritur, duke karene heshtje. Te kur ai doli i shokeruar nga dirogja, ai ia këtu shikimin per një sekundet e vetme. Nuk tha asgjë, por seta e tish thane gjithçka, me fal këta futa në këtë fer. Pas arrestimit të Mihallakit, regjimi i da edin zgjedhje. Një zyrtari erdhi në shtepine e sajte i tha meftotesi ti mund të shpetosh karrierën tënde, mjaftun të nënshkruash këtu, letra e shkurtër. Kërkës e per divork, ti thua se nuk ngjihgje vërtetë, se ai të ka mashtruar, se ti e denon atë, dhe pastaj mund ta kthehesh në skene.
Edi e mori letrën me duar këdridheshin. Leksoj fjallet e ftohta. Te pastaj e grisin e kopa. Nuk ta askgje. Thjesht e grisit he ja këteu kapat zyrtarit. Aja shikoj me nje buzekesht të hollet hetha, atëhere ke zgjedhur. Te dola. Agjo kishte zgjedhur. Kishte zgjedhur dashurin e mbi karierën. Kishte zgjedhur besnikerin e mbi shpetimin. Te përkete, agjo do te paguante me gjithçka ka kishte. Por agjo nuk e dinte ende se vendimi i saj heroik do te perdurej kunder saj, se refuzimi per ta mohuar burrin do ta behaj prova finale e pafeshmerise se saj, se agjo tani nuk ishte thjesht gruagja e një të burgosuri, agjo ishte armike e shtetit. Dhe endersa e diluara si provonte të mbigjeton të ditet, ne ate shtepit e zbrazur, ne zirat e ministrise se kultures po pergatitaj goditja finale. Një grup njerëzish ko agjo nuk I kishte pare kurre po diskutonin se si ta afshinin përfundimisht nga gjeta publike. Pa gjurme, pa skandal. Thjesht të benin të padukshme. Të gjitha e dine se Shqiperia e viteve 60 ishte një vend imbyllur, por pak njerëz e dine se brenda mureve të shtetit eksistonte një sistem I frikshem, një rjet njerëzish kë nuk shfakeshin kurre në publik, por kë vendosnin kdo gje. Ata nuk ishin thjesht burokrat, ata ishin arkitektet e tmerrit, në dozhjet kë dolen pas rënies së sistemit, emrat e kaktuar shfaken perseri, figura si Fadil Patrami dhe Todi Lubonja, këvete ishin pushtetare kulturore dhe kome vone u bene viktimate të ngjashtit sistem kë kishin shërbier. Por në vitet e hershme, ata dhe të gjere si ata kishin fuki absolut mbi artet dhe kultura. Ata vendosnin se kush do të këndonte, kush do të heshte, dhe kush do të zdukte. A bledgja e fundit të shkurtit një migje e 1967 ishte vetëm një shembull I kësaj makine, por mekanizmi kishte filluar shumë me heret. Në vitin një migje e 1966, regjimi lansoi një fushate të re ideologjike, revolucioni kulturor. Këllimi zyrtar ishte pastrim I mendjes se populit nga influensat perendimore. Në praktika, kjo du të thoshte asgjësimi që do artikë nuk perputjaj me linjen e ngushtet e partise. Ata nuk thonin kete hapur, në publik flitej vetëm per permiresim të repertorit, por në dosjet e brendshme, gjuha ishte e karte. Eliminimi I elementeve të dishimta në sferen kulturore. Dhe diluarësi, pa editur, ishte në listen e shëngje stres, kush ishin këta burrate fukishem. Si pas burimeve jo zyrtare, në strukturat e lartët e ministrise, se kultures dhe të radio-televizionit funksionon të një grup I ngushte vendimarresish. Emrat e sakte të të gjitheve nuk janë plotesisht të dokumentuar. Disa prej tyre mbeten të fshehure dhe sot. Por a gjuke dihet me siguri eshte se ata kishin një reputacion të frikshem, as një artist kë ata e shenonin si problematik nuk kishte shpetuar. Ata kishin në nshkruar gjithëra vendime per debime nga Tirana, per mbyllje repertoresh, per denime administrative kë I kthente artistet ne punetor fabrike. Te ata e benin pa emocion. Si pas tyre, arti nuk ishte shprehgje e shpirtit. Ishte arme politike, te nese ti nuk e perdorgje ate arme se që duhegj, ti ishe armik. Pse ki grup mbeti kak I fshete. Sepse pushtetime I madh eshte aj ke nuk shihet. Regjimi nuk donte ke artistet të dine se kush I gjikonte. Nëse ti dia emrin e ati ko të shkateron, mund të provogje të bindesh, të lutesh, të negokosh. Por neze pushtetaret ishin higje pa fytyra, pa emra, pa adresa, ti nuk mund të begje askja. Ti vetëm prisgje, dhe prisgja ishte pjesa me I të mërshme. Qëdo artist kë kishte dishime se ishte neve mendje të këti grupi gjetonte në një angt të vazdueshëm. Qëdo trokitje në dire nate mund të ishte thirgja finale. Qëdo telefonate I pazakonte mund të ishte ftesa per takim nga I cili nuk këteheshe me në skene. Dhe diluarasi nuk e dinte kë a gjo ishte në atë liste, a gjo vazdonte të shkonte në prova, vazdonte të këndonte per femigjet I saj në shtepe. Vazdonte të shpresonte se situata du te permire sohegj, por ndersa a gjo gjetonte në iluzion,
Naja të zira ta mbilur disa burra diskutonin se si ta zhdukin pale në gjurme. Ata nuk folen per arrestim, nuk folen per exil, folen per diska me elegante, heshtje administrative. Ajo nuk do të denohaj zyrtarisht, thjesht nuk do të tirreshejme, emri i saj nuk do të permende, kontratat nuk do të riper të riheshin, dhe publiku pak nga pak do të harronte. Kjo ishte strategjia e grupit të fshehte, jo vreshje fizike, por vdekje sociale. Dhe ajo funksionoi per kultshem. Sipas legjendave të atyre viteve, në minutat e fundit të asaj mbledhjegje, njeri nga pjesë e marrësit propozoi një pyetje: a duhet ta informojmë per vendimin? Përgjigja erdhi mengjëherë: jo, nuk është e nevojshme. Vendimi është administrativ, jo gjykesor. Të keshtu umbil çështja. Me disa kokeullgjet të ngjeheshtje kolektive. Edi Luarasi nuk mesoj asnjëherë. Të kura gjo vite me vone pjesë të mikta, koleget zirë të ret, perse nuk me terrasin me. Ata vetem tundnin kokat të nuk guksonin të flisnin, sepse edhi thjesht të permendesh emrin e saj mund të ben të të dishim të. Edhi të ndihmosh një artist të heshtur mund të vendoste të në atë liste qeter, listën e atyre këdu të shkateroheshin më pas. Ki grup i fshehte funksionoi per mi shume se 20 vjet. Ata mbyllen kindra karriera, ata derguan gjetera artiste ne internime. Ata fshire nga historia emra kë dikur ishin kombetare. Dhe askush nuk u ndjeshkua kurre. Kur sistemi ra ne vitin një migje enente kind enente djete, ata thjesht u terhoken në heshtje. Disa vdiken pa u pjetur kurre. Ta qere gjetojne akoma, të moshuar dhe të heshtur, duke mbajshtur sekretet në varre. Dhe sot, kur kërkogjme drejtezi per Edi Luarasi, nuk kemi kogtia kërkogjme, sepse fytyret kë e gjikuan nuk eksistojne në regjistra zyrtare. Ata ishin higje. Dhe higjet nuk paguajne per krimet e tyre, por historia e Edise nuk mbaron ketu. Sepse agjoke erdhi pas vitit një migje e nëntekind e gjashtet gjete e shtete ishte thjesht fillimi, ingje torture të gjate. Goditja e vertete, per fundimtare, erdhi në dëgjetur të vitit një migje e nëntekind e shtatet gjete edi, në festivalin e njembe gjete të Kenges, kur ajo shkelkju si prezentueze në ekran per here të fundit, dhe pastaj, në kërshor të vitit një migje e nëntekind e shtatet gjete e tre, kur enver hoksha denoj zyrtarisht liberalizmin në plenum i këtert, fati i Edi Luarasit u vullose per gjithmone. Ajo ke erdhi pas ishte në 20 vjet heshtje. 20 vjet si robake pese në fabriken e trikotazhit, nder marrëgja në 20 e një dëgjeturi. Gruagja kë dikur mbushte sallat me zerin e sëgj, tani kepte triko në një fabriket e zhurmshme, duke pritur shpjegim kë nuk erdhi kurre. Por qëfaren do t'hime tani ato vite heshtjegje? Si gjetoj ajo kur bota e harroj. Dhe kush nga ata ke donin guksoj të rrinte prane sa gjkura gjora? Kush ishin ata ke shihnin Edi Luarasi që do dita? Gjoneske ne. Por në gjetan reale. Kush e dinin se qfare fshihegj pas buzekesh gjes se sejgj të ngurte? Kush ishin dëshmitaret e heshtur ke pastruan gjakun kura gjokante, kër dëgjuan tërgjet perëndihme, por nuk gukshuan ta flasin. Sot, per here të pare pas 50 e divitesh, njëra prej tyre ka pranuar të flase. Emrin nuk e gjep. Thotë, kam frike edhe sot, edhe pse sistemi ra. Ajo ishte grua e thjeshta, punonte si roba ke pese nëta, njëjtën fabrike ku Edin e derguan pas shkaterrimit. Te ajo pak gjithë qka. Ajo e pa illin kombetar kur u ull prane makinerise se vjetër per here të pare, me duar kë dridheshen të lot ke nuk pushonin. Ajo e pa ditan kur Edi u per pokta kendogje një kenga në pushim, por puna e frikshme e detyronin të heshte. Ajo e pa edhe ditan kur Edira në fabrike nga lodgja dhe askush nuk endihmoje, vetem kendruan larg sikur ajo ta ishte e infektuar. Ajo ta, ne e dinim se ajo nuk kishte bere askgje. Por ne se ti endihmoje, ne serti ishe ne vendin e saj. Keshtu këtë gjithë benim sikur nuk e shihnin. Dhe këgjo ishte me mizore se qdo denim tjetër.
kur edi luara si u dergua në fabrikën e trikotazit në vitin 1973, ajo nuk ishte dënuar zyrtarisht. Asnjë vendim gjykesor, asnjë dokument ku e shpjegonte pse. Thjesht një porosi administrative, shpërngulje per arsye organizative. Por të gjithë e dinin se çfarë do të thoshte kjo. Në shkiperinë e asaj kohe, kur një artist i shkuar dërgohej në fabrikë, kjo ishte ekzekutimi publik pa arme. Ti humbje statusin, humbje të ardhurat, humbje respektin. Të me e kekja, humbje shpresen, sepse kur ti kepe pantalona në një fabrikë, askush nuk besonte me se një dite do tek të heshe në skene. Idi hiri në fabrikë në një mengjes të eftote të janarit. Punon gjesit u sollen sikur ajo të ishte agjer. Askush nuk e përshëndeti. Askush nuk pjeti se si eshte. Vetëm e çuan të një makineri e vjetër dhe i tana, që normë editore 120 kope. Nëse nuk e ploteson, të zbresin pagan. Ajo u olde filloi ta kepte. Por duart e saq nuk ishin krigjuar per keta. Ato duar kishin bashtur mikrofon, gjogjilpera. Ato kishin prekur piana, gjotela metalike. Titani, që do levizje e bente të kante nga dhimgja. Si pas dëshmitarizese gruas ke punon të prane saj, edi nuk foli shume në gjavet e para. Vetëm kepte dhe heshte. Por në gjedita, gjate pushimit, dersa punon gjeset hanin buketet hatte, dikush filloi të kendogjen gjeren nga kenget e edise. Një kenge të vjetër, të njohur, kë dikur e kendon të në Radio Tirane. Vajzat e Regjanuk e dinin se edi ishte atje, kur ato degjuan zërin e njohur, ato ngritën koken dhe e pane, gruaja kë keptene koshe ishte i like ato e adhuronin. Por në atë moment, nje mbike kyreze hiri dhe bertiti, kush po kendon ketu, ki nuk eshte teater, kthe huni ne pune. Vajzat unë angrine, edi uli sytet he vazdoj ta kepte. Ajo nuk e ngriti koken, nuk ta asgje, sepse ajo e dinte, edhe njefele e gabuar dhe ajo do të dergohaj diku edhe me kek, por punon gjeset kë e njihnin historine e sa që filuan të mbronin në heshqe. Njera prej tyre, një grua e moshuar kë kishte vuashtur edhe ajo per lidgje familjare me një të denuar, filoj të linte bukene santan e edisa. Gjetra e mbulonte kur edi vonohaj me normen, një dita, kur edi usemure dhe nuk mundi të vinte në puna, ato i kepen pjezen e saj këtë mos e ndeshkonin. Keto veprata vogla ishin të vetmet tregesi ngjrezimi nuk kishte vdekur plotësisht. Por ato nuk mund tiktenin edise gjetën e saj, ato vetëm e mbajt në gjale per një ditet të tjire e vuajqe. Çfarë ndodhte me edin e ato vite kur bota e harroi, ajo gjetoi në një ferta ngadalta. Që do mengjes zgjohej në oren 5. Ekte 20 minuta në fabrikë sepse nuk kishte para per autobus. Punonte të ore në zurme dhe pluhur, dhe kur këtë hajnë shtapi, gjente një apartament bosh. Burri i saj ende në burg. Fëmijët e saj të larguar nga shkolla e mire dhe të stigmatizuar nga shokeria. Ajo nuk kishte me këtë fliste. Nuk kishte të kushte shkonte. Me këtë e vjetër kishin heshtur. Kolegët e saj artiste benin sikur nuk e ngjihnin. Dhe kur ajo e këte në per rrugë, në rezit i aktjen shpinen. Jo sepse e urreni. Por sepse e pane, dhe të shihet me një armik ishte e rrezikshme. Keshtu ke ajo u be fantazme. E gjale, por e pa ekzistueshme. Në ato vit, edi hambi peshe. Floket e saj u tingen. Buzekës gja e saj u feshi. Ajo nuk kendonte me. Nuk degjonte muzike. Sepse që duo note e kuqtonte atë kë kishte humbur, dikush kë e njohu atë kohe tote, ajo ishte si ngjepe me e prere kë ande këndronte në kembe, por rengjet ishin thare. Ajo levicte por nuk gjetonte. Dhe kur dikush e pjeste, a gjeni mire, ajo thjesht buzekeshte dhe toshte, po faleminderit, sepse ajo nuk kishte me energji edhe per të shprehur dhimgjen, por a e dinin njerëzit e thjeshta se çfare po i ndodhte edise. Ata ke e donin dhe kë ende e kuqtonin zerin e saj. Disa po, por frika i mbante larg. Tuet se në vitin 1977,
Një grup vajtëzash të regja, fansa të vjetra të Edisa, vendosen të vizitonin. Ato shkuan në fabrike dhe kërkuan të takonin, por mbikëkyresi nuk I lejoj, Edi Luarasi nuk pranon vizita. Ato insistuan. Dhe atëhere ai u tha me ftohtësi, nëse vazhdoni, du të shenohem ke keni lidhje me një element të dishimta. Vajzat u të merruan të larguan. Ato duhej të zgjedhnin besnikerin e ndaj idollit të tyre ose sigurine e gjetes se tyre. Dhe ato zgjodhen sigurina. Kush mund t'i gjikogje? Në atë sistem, edhe simpati për një të dënuar mund të çonte në katastrofe. Të pastaj erdhi dita që I theu plotësisht. Në shtator të vitit 1978, Edi mori lagjimin se burri I saj, Mihallak, kishte vdekur në burg. Arsjegja zyrtare ishte infarkt, por kurre nuk u skarua nëse ishte fund natyror apo diçka me erret. Familja dyshonte, sepse 3 muaj më pare, kur ajo e vizitoi për herët e fundit, a ishte ende I forte I këndrueshëm. Dhe pastaj, papritur, zemra I ndaloi. Edi nuk ju legjua të shihte trupin. Nuk ju legjua të organizon të varrimin. Thjesht I dane një letër, bashkëshorti gjuaj kanë deruar gjete, varrimi është kryer, nuk ka nevoje për pjesë margentuaj. Ajo mbeti e ullur në dhome për 3 dite, pa ngrene, pa folur, dhe kur doli, diçka nesi të saj ishte shuar për gjithmone. Pse kjo grua që dikur këndonte për dashurin e dëshpresen u detyrua të kepte pantalona në hishqe? Pse ata që I donin nuk guksuan të ambronin? Te ku ishin ata që vendosen fatin e saj? Ne ato vite kur ajo vuante, a mendonin ndonjë herë për atë që kishin bere. Tek gjithë flasin për vendimin kë, e shkateroj Edi Luarasi. Por askush nuk flet për takimin, e fshehte kë e vullose fatin e saj përfundimisht. Në gjanar të vitit 1973, 3 muaj për para se ajo të dergohej në fabrike, ndodhi diçka që askush nuk e dinte atëhere, dhe shumë pak njerëz e dina edhe sot. Në një zire në katin e 4 të Komitetit Kendror të Partise, në oren 9 të mbrëmgjes, mblodhen 5 figura. Emrat nuk gjane kurre publikuar zyrtarisht, por sipas dokumenteve të gjedhura vite me vone, ata ishin njerëz me fuki absolut mbi kulturen shqiptare. Asnjë prej tyre nuk ishte artist. Të gjithë ishin funksionare. Njerëz që kurre nuk kishin kondruar në skena, por kë vendosnin se kush do të kondronte dhe kush gjo. Ata nuk I dëgjonin këngët, I leksonin dosjet, të ne atë darkët e ftohtë të gjanarit. Ata moren një vendim kë du të shkatëronte Edi Luarasi pas një mundesi këtimi. Takimi nuk ishte zyrtar, nuk pati protokoll, nuk pati sekretare kë të shenon të minutat. Ata erdhen njeri pas tjetrit në intervalet të shkurtra, kë të mos vere heshin se bashku. Tëra mbil, perdet u terhe kur. Të filloj diskutimi. Sipas dëshmisë se një personi ko ishte I pranishem në atë takim dhe kë foli dekada me vone, tema kryesore ishte si të pastrohet sfera kulturore nga elementet ko mund të ndikojnë negativisht tek publiku. Në atë kohë, regjimi po ashpersonte kontrollin mbi artet. Të çdo artist ku e kishte lidhje me të dënuar politik ishte në rrezik. Edi Luarasi nuk ishte e vetmja, por ajo ishte rasti me I ndritur, sepse ajo ishte e famshme, dhe fama e saj e bente të rrezikshme. Sipas njerit nga ata që me vone foli për atë takim, një nga të pranishmit tha, ajo nuk ka kryer asnjë akt armikësor direkt, por lidhja e saj me një element të dënuar e benta pa përshtatshme për të këndruar në publik. Ai nuk përdori emrin e Edise. Thjesht tha rasti Luarasi. Sikur ajo ta ishte një problem teknik, jo një kenje njerëzore. Qetri u përgjigj, nese e dergojme në internimin, du të bajme buje, du të flitet, dhe nuk duam skandal. Duhet një zgjidhje e heshtur. Atëhere, njeri nga me të moshuarit në tavoline propozoi diçka që u prit me heshtje, ajo të punogje në fabrike, gjo si denim zyrtar, por si riorganizim administrativ, dhe keshtu publiku du të harrogje pak nga pak. Pa gjik, pa bugje, thjesht du të zduket. Propozimi u prit me aprovim, sipas interpretimeve të mevonshme,
Kjo ishte mënyra perfekte për të fshirë një artist pa lënë gjurmë. Ti nuk e vrishje, nuk e burgoshe. Thjesht e largoje nga vëmendja publike. Te pas disa vitesh, kur askush nuk e përmendë më emrin e saj, ti mund të thuaje, ajo nuk ishte dënuar, ajo vetëm punon në një vend tjetër. Kjo ishte eleganca e mizore e sistemit. Te ata që uleshin në atë dhome e dinin shumë mire se çfarë po bënin. Ata nuk ishin injoruesit. Ata ishin arkitektet e një strategjie për të shkatërruar një grua pa u dukur si kriminele. Por pse Edi Luarasi? Çfarë kishte bëre ajo që kërkon të një takim të të fshehtë? Përgjigja ishte e thjeshtë e tmerrshme. Ajo nuk kishte mohuar burrin e saj. Kur pushtetarët i dane mundesin e të shkeputej prej të shpëtonte karrieren, ajo refuzoi. Dhe refuzimi i saj u bë prova finale e pabindjes së saj. Sepse në atë sistem, dashuria për një të dënuar ishte krim. Besnikëria ndaj një armiku ishte armikesi. Te Edi kishte treguar se ajo e vendoste dashurinë mbi partin. Dhe kjo nuk mund të tolerohej. Sepse nëse një artist i famshëm mund të mos i bendaj regjimit, atëherë çfarë shembulli po u jepte të tjerëve, ai duhej të fshihej, të zbehej një leksion për të gjithë të tjerët, mos e provoni këtë. Në minutat e fundit të takimit, njëri pyeti, duhet të informojmë për vendimin, përgjigja erdhi nga me i moshuari. Jo, nuk është e nevojshme. Ajo do të mezogje kur t'i vje urdhëri për rivendosje. Por vendimi nuk duhet të shkruhet asnjëherë si dënim. Vetëm si masë organizativi. Të keshtu mbyll takimi. Ata dolen njeri pas tjetrit, ashtu si kishin ardhur. Asgjë shtrengim dore. Asgjë dokument i nënshkruar. Vetëm një marrëveshje e heshtur se fati i Edi Luarasit ishte vullosur. Gjashtë muaj me vone, Edi Luarasi mori një letër zyrtare. As një shpjegim i detajuar, vetëm një fjali e shkurtër, per arsye organizativ, që transferoheni në ndërmarrjen njerëzit e një dietori si roba kepese. Ajo i leksoi letrën 3 herë, pastaj e mbajti në duar dhe këndroje pa lëvishme. Nuk kau. Nuk bertiti. Sepse diçka brenda saq tashme kishte vdekur. Ajo e dinte se nuk kishte rrugë kthimi. Ajo e dinte se askush nuk do ta dëgjonte. Ajo e dinte se ajo ishte fshire. Dhe vetëm gjë që mund të bente ishte të shkonte të në sermen në fabrike dhe të fillonte të kepte. Por kush ishin ata 5 burra? Emrat e tyre nuk gjenedhene plotësisht asgjë herë. Disa prej tyre vdiken në vitet 90 pa u pjetur kurrë për atë takim. Të tjerë jetojnë akoma, të heshtur dhe të mbrojtur nga mosha. Dhe sot, kur kërkojmë drejtësi për Edi Luarasi, nuk kemi asnjë person të identifikuar plotësisht këtë përgjigjet, sepse ata që vendosen ishin higje. Dhe higjet nuk paguajnë për krimet që bajnë. Por ka diçka edhe më të tmerrshme. Sipas një burimi që punonte në arkiva, ajo letra ka Edi mori në korrikta vitit 1973. Nuk e ishte e vetmja. Në dosjen e saj kishte edhe një tjetër, e shkruar 3 vjet me vonë, në 1976. Një shenim i brendshëm, i shkruar me shkrim dore, ku thoshte, elementi Luarasi nuk ka dhënë shenja për mirësimi. Vazhdon këndrimi i mbyllur. Nuk bashkëpunon me kolektivin. Të monitorohet. Ky shenim nuk ishte destinuar për publikun. Ishte vetëm për dosjen. Por ai tregon se edhe pasi e kishin shkatërruar, ata ende e ndiknin. Edhe pasi ja kishin marrë gjithçka, ata donin të siguronin që ajo të mos ngrinte krije kurreme. Çfarë ndodh me një shokeri kur drejtasin e vendosin gjerez të killet nuk duken? Kur fati një artisti vendoset në një dhome të mbajlur, pa dëshmitare, pa protokoll, pa të drejtë apelimi? Pse burra ulen në një dhome të erret dhe vendosen se Edi Luarasi nuk duhej të këndonte me. Dhe kur ata dolen, askush nuk pjeti. Pse? Askush nuk kërkoi prova. Askush nuk u bë përpara ta që nuk është drejtësi. Sepse në atë sistem, drejtësia nuk eksistonte. Eksistonte vetëm frika. Dhe frika e benta gjithë bashkëfajtore. Në dhomen e saj të vogël,
Nën krevatin e vjetër të hekurit, Edi luarasi mbante një kuti metalike të mbyllur me draj. Askush nuk e dinte çfarë kishte brenda. As fëmijët, as kolegët e fabrikës, as edhe fëmijët e saj kur vinin ta vizitonin. Ajo e hapte vetëm natën, kur të gjithë e flinin, kur kajtet i heshte dhe kur askush nuk mund ta dëgjonte duke kare. Brenda kutise kishte një kasete magnetike të vjetër, të regjistruar në vitin 1965, kur radio ende ishte yllime i ndritshëm i Shqiperisë. Por radio kasete nuk ishte regjistrim zyrtar. Ishte diçka ku ajo kishte bere vetëm për vetën. Një mbrëmje pas një performance të rënda. Ajo kishte hyrë në një studio bosh dhe kishte kënduar një këngë që askush nuk e kishte dëgjuar, një balade për dimgjen, për humbjen, për dashurinë e këvdes në heshtje. Ajo nuk e transmetoi kurrë, e mbajti për vete si një diarium të fshehur. Dhe tani, në këto vite e rresire, ajo e dëgjonte atë të vjetër, atë zërin e gruas që dikur kishte këne, dhe e kuptonte se ajo grua nuk ekzistonte me. Por çfarë ndodhi me atë kasete? Sipas një burimike punoi në policinë sekrete në vitet të 80, në vitin 1980 e një u bë një kontroll rutine në shtëpinë e Edi Luarasit. Ata nuk kishin akuze specifike, thjesht kontrolle periodike për ata me dosje të dishimta. Të gjatë atij kontrolli, një agent gjeti kutine. E hapi, dëgjoi kasetën. Dhe sipas një dëshmie gjozirtare, ai e konfiskoi me arsyetimin se ishte regjistrim i paautorizuar. Edi nuk ju legjua të mbante. Ajo ju lut. Kjo eshte e vetmja gjë ko me ka mbetur. Ju lutem mos ma merrni. Por agenti thjesht e futi në një kese dhe doli. Ajo nuk pa kurre me atë kasete. Dhe pas atij dite, Edi nuk dëgjoi me zërin e saj, sepse ta dëgjosh atë që kene kur tani, që asgjë është torture me e madhe se çdo bërg. Por ku shkoi ajo kasete? Au shkaterrua? Au arkivua në ndonjë depo sekrete? Askush nuk e di. Disa thone se në arkivat e sigurimit të shtetit, në bodrumin e ndërtëses se vjetër në lagjen kombinat, ekzistojnë kindra kaseta të konfiskuara nga artiste, shkrimtare, intelektuale, të gjitha të etiketuara me emra, me data, me akuza. Por asnjë prej tyre nuk është publikuar kurrë. Të sot, kur pjesim zyrtaret e arkivave, ku gjane këto regjistra, ata tone nuk disponojme informacion për këto materiale. Sikur ato të mos kishin ekzistuar kurrë. Sikur zëri i Edi Luarasit ta ishte vetëm ender kolektive. Por ata ka e dëgjuan dine se ajo nuk ishte ender. Ajo ishte një nga zërat me të bukur që lindi Shqiperia. Dhe atëze e fshiren me një vendim administrativ të një komisioni që nuk njihte asnjë note muzikore, por pse ata kishin frikë nga një kasete, sepse edhe në heshtje, edhe e konfiskuar, Edi Luarasi mbetej simbol e talentit që nuk u thaje. Simboli i gruas koz gjodhi dashurinë e mbi shpetimin, të regjimi nuk donte simbole, donte vetëm obedience. Të qëdok gjë ke mund të kuqtonte se dikur kishte ekzistuar dikush ke nuk u perkule du heq të shkaterrohe. Edhe nese ishte vetëm njëzi në një kasete të vjetër. A i dini se çfarë ndihet kur të marrin gjene e fundit kë të lidhte me atë kë kene, kur edhe kuqtimi jetë të zbehet prone e shtetit. Edi Luarasi gjetua djetë vjet të qera pas asaj dite. Dëgjetë vjet pa dëgjuar zërin e saj. Djetë vjet pa ditur se çfarë kishin bere me atë kasete. Te asnjë herë nuk guksoi ta pjeste, sepse pjedgjane vetvete mund të konsiderohe akt armikesor. Te kështu ajo u bë higje në vendin e vet. Higje ko kepte pantalona në fabrike dhe kë ekte me koke ullur në rruget e Tiranes, duke shpresuar kë askështa mos e ngjihte, në aferzit të lagjes ku jetonte Edi, ekzistonte një vend kë askush nuk e përmende me emër. Njerëzit e kuanin tesht apartamenti i fundit. Ishte një banese në katin e pare të një ndërtëse të vjetër, me dritare këshite nga oborri i brendshëm. Askush nuk e dinte se kush jetonte atje. Fëmijët shihnin se here pas here dikush hinte ose dilte, por gjithmonë natën, gjithmonë i mbuluar, gjithmonë i shpejtë. Të njerëzit kishin mesuar të mos pjesnin,
sepse kur ti nuk di, ti nuk mund të dëshmosh. Dhe kur ti nuk dëshmosh, ti nuk rrezikohesh. Por Edi Luarasi e dinte se çfarë ishte ajo banese, sepse ajo kishte kene ati. Sipas një dëshmitarje, që doli në vitin 2018, apartamenti I fundit ishte një pike takimi e fshehte e sigurimit të shtetit. Jo zyre zyrtare, jo ndertëse me tabele. Thjeshtë një vend ku ata silnin njerëzit që donin të pjesnin pale në gjurme. Edi u qua aqe per herët e pare në vitin 1978. Një mbremzhe, ndërsa po kthehej nga fabrika, di burra me palto të erreta I azune rrugen. Nuk e preken, nuk e kërsenuan drejt per drejt. Thjesht tëne, duhet të flasim, e gjanimene. A gjo takon ku për shkoqme? Ata nuk ju pergjigjen. Thjesht e quan ne atë banese, e kulen ne një dhome të vogel të zbrazet, të mbyllen deren. Pas gizme ore, hirin një burre kë agjo nuk e kishte pare kurre me pare. Nuk u prezentua. Vetem u ull perbale sajde filloj të fliste me njeze monoton, sikur po lekson të nga një skenar. A I tha, ne e dime se gju e doni burrin tuaq, të ne respektoj me ate. Por gju duhet të kuptoni se a I beri gabime, dhe gabime të tilla nuk mund të harrohe. Juve gju ofrua mundesine të veçoheni nga e, por gju refuzuat. Dhe tani, vitet po kalogjne, të gju gjeni ende e lidhur me nje element ke ka gabuar. A I tha, ne nuk gju kërkojme gje të madhe. Vetem të shkruani një letër. No atë letër të thoni se gju e kuptuat gabimin I tij. Dhe se tani gju gjeni e perkushtuar ndaj idealeve të partise. Të ne këmbim, ne mund të shohim mundesine e këtimit tuaj në skene. Gju mengjehere. Por në të ardhmen, nëse ju bashke punoni. Edi e dëgjoj palevizua. Dhe kur burrim baroe, a gjo pjeti me zete u let, po nese une nuk shkrua gjatë të letër? Burri buze këshim eftohtesi dhe ta, atëhere gju do të kepni pantalona deri në fund të gjëtes. Të femigjet tuaj nuk do të pranohen kurre në universitet. A gju dinte se kjo nuk ishte thjesht kërcenim. Kjo ishte realitet, sepse në atë sistem, edhe femijet paguan per prinderit e tyre, a gju kendroj heshte per disa minuta. Pas të qëta, une nuk mund të shkruaj atë letër, sepse burri im nuk ka bere as gjetekeke, dhe une nuk mund të gëngjegj per te. Burri e shikoj me njësh prehgje ke nuk ishte as meri as respekt, thjesht perzmim ta aftote, dhe ta atëhere gju keni zgjedhur. Dhe dora dole. A gjo u këtje ne shtapi ne mesta në tës, duke kur ne rrugata erreta. Dhe kur hiri ne apartamentine sa gjbosh, a gjo rane dishema dhe ka u deri na mengjes. Gjo sepse kishte frika. Por sepse e kuptoj se askush nuk do të ndihmonte, se sistemi kishte vendosur të mbazhe në ferë, dhe se qdo dite ke kalonte, a gjo pozita me telle. Por cfare ishte a gjo banese në të vertete? Si pas dokumenteve kue dolen pas renjes se sistemit, apartamenti I fundit u perdor per kindra interrogime gjo formale. Njerëz kue nuk ishin nën arrest zyrtar, por ke duhej të frikesoheshin. Njerëz kue duhej të kuptonin se ata ishin në mbike kyrgjet e vazhdueshme, dhe Edi Luarasi nuk ishte e vetëm gjakeu të rratgje, por a gjo ishte ndër të paktat ke refuzoj të nënshkruante, të perkete, a gjo pagoj çmimin me të larte, sepse ne atë sistem, heroizmi nuk shperblehej, sherbente vetëm si prove e arrogances se saq. Sot, a gjo ndjertëse ende kendron, por banoret e rinj nuk dine çfare ndodhi atgje. Ata gjetogjne, hane flenen e dhoma ku dikur artiste, shkrimtare, intelektuale u detyruanti zgjednin mes besnikerise të mbigjetëses. Dhe shume prej tyre zgjodhen mbigjetësen, por Edi Luarasi zgjodhi besnikerine, dhe kjo zgjedje e shkaterroj. A e dini se çfare ndihet kur te ofroj në shpetimin, por ne kembim të shpirtit tënd. Kur të tone, ti mund të kthehesh, vetem mohogje atë këdo. Edi Luarasi gjetuaj në fer per njezit, vjet sepse nuk pranoj të mohon të burrin e saj, të sot, kur pjesim gjerezit ko e dine historine e saj, a meriton respekt? Shume tone, po porajo ishte naive. Duhej të nënshkruante dhe të shpeton të femigjet. Por a mund të gjikoj me dike ko, zgjodhi din gjitetin më bi shpetimin.
A ishte agjo heroinje apo viktime e mendje madhesise se saj. Kur edi luarasi hyri ne vitin një me gja e nentekind e të të dgjete, agjo ishte nje grua e tjerë plotesisht. Floket e saj ishin tingjur të gjitha. Lekura e saj ishte bere e verde nga mungeset ushkimore. Duart e saj dridheshin nga vitet e punes se rende, por me e kekja nuk ishte trupi. Ishte shpirti. Agjo kishte hambur shpresen. Kishte hambur besimin se dikush do të dëgjonte. Kishte hambur edhe deshiren për të kenduar. Të ne një ditë të jashtë zakonshme, diçka brenda saj utje përfundimisht, ishte një mbrëmje vere, në kërshur të vitit 1995. Edi po kthehet që nga fabrika kur dëgjoj një zeke i duke i njohur. Një grupe vajzash të regja po kendonin në një obor. Një nga kenget ishte një balade ko edi kishte kenduar 20 vjet me pare. Vajzat nuk i dinin se agjo ishte ati, por edi ndaloj dhe kendroe ne higje duke dëgjuar. Të ne atë moment, agjo në gjo diçka kë nuk e kishte ndier prej vitesh, dimgjen e hamgjës, sepse ato vajza po kendonin kengen e saj, por ato nuk e dinin se krigjuesja e saj po kepte pantalona disa rrugë larg. Agjo deshite shkonte të thoshte, una e kendova kete per heret e pare. Una jam edi luarasi. Por agjo nuk levizi, sepse e dinte se nëse thoshte kete, vajzat nuk do të besonin. Ose edhe me kek, do të besonin të do të trembeshin, sepse të flasesh me një element të denuar ishte rrezik. Të keshtu agjo thjesht këndroj të dëgjoj derisa vajzat mbaruan të larguan. Të kur ato e ken, agjo u ullne toke të kau per një ore të plotte. Agjo nata edi shkrojnë gjë letër. Gjo per pushtetin, gjo per ndonjë zirtar, por per femigjet e saj. Në atë letër, agjo u shkroj, une nuk kam zgjedhje qëtër perveç se t'jule. Jo sepse nuk ju dua, por sepse emri im eshte barre per ju nuk mund të shkoni në shkolle të mire, nuk mund të merrni punë të mire, sepse ju gjeni femigjet e edi luarasit dhe agjo eshte armike e shtetit. Une dua ke ju të gjetoni, të perkete ju duhet të harroni se keninene. Agjo nuk e dërgoj kurre atë letër, e mbajti nesirtar. Por fakti se agjo e shkroj tregon se agjo kishte hambur gjithçka edhe vullnetin për të gjetuar. Por ne atë periudhe ndodhi edhe diçka ke pak nxjerrës e dine, si pas një dëshmitari ke punoj në fabrike, ne vitin 1986 edi tentoj të vrase vetën. Gjo në mënyrë dramatik. Gjo më bugja. Tjesht një mbremje, ajo nuk shkoj në pune. Mbajke kyresja e fabrikës shkoj në shtepin e sajde e gjetit e shtrire në dyshem të pavet e dishme. Pra në saj kishte ngjeshishë bosh i lasesh. Mgjeket thane se ishte mbidoze, por gjo fatale. Agjo u shpetua, por kur u zgjua, agjo nuk ishte e lumtur. Agjo ka u dhetha, pse me shpetuat, asnjë nuk ju pergjigj, sepse nuk kishin pergjigje. Pas atij incidenti, edi u shenua në doshje si person me tendenca autoagresive, tek gjo sheni me beri edhe me të veshtire për te, sepse tani e gjo nuk ishte vetem element i dishimte, ishte edhe i qmendur. Të ne atë sistem, të qmendurit nuk ishin të besueshëm. Ata ishin probleme kje duhej të kontrolloheshin, të keshtu per vitet e fundit të gjetes se saj, edi gjetuajna mbike kyrë gje të vazdueshme. Punon gjesit e fabrikës duhej të raportojnë për shjellin e saj, fkinjet duhej të informojnë nëse agjo të kontedike. Edhe mjeku i saj duhej të jep të raporte mugjore. Agjo ishte bere një numërnu një sistem ke nuk dinte si të trajtonte, agjo nuk ishte kriminale per të burgosur, por ishte e rrezikshme per të lene e lire. Të keshtu agjo gjetui në një limbo të të mershem, as e lire, as e burgosur, tesht e mbike kyrur deri ne vdekgje. Të vdekgja erdhi ne vitin gje mi gje e nente kind e nente djete, pak para renies se sistemit. Agjo vdik nga semungje e zemres, zirtarisht, por atake e ngjihnin tone se agjo vdik nga dhimgja, sepse zemra njerëzore nuk eshte vetem organ. Shte vendi kur uhet shpresa, dhe kur shpresa vdes, zemra ndalon se rrahuri, edi u varros në një seremoni të heshtur, pa lule, pa muzike, pa fjalim. Vetëm disa mikta vjetër,
Kë guksuan të vinin në fshehtesi, a I thane lam të mira. Dhe kure ulen në var, diku shpesh per I ti, tani me në fund gjë e lire. Por a ishte agjo e lire, sepse edhe pas vdekjes, historia e saj mbeti e fshehte. Emri e saj nuk u permend në gazeta, nuk u be per kujtim, nuk u nëngrit permendore, ajo tjesht u harrua. Te kjo ishte fitorgja finale e sistemit, sepse të vrëseshti kë eshte dhune. Por të beshte padukshem edhe pas vdekjes eshte asgjësimi plote. A I dini se çfarë ndihet kur edhe vdekja gjote nuk ngjihet, kur as nevar nuk të legjohet të kesh pake, sepse askush nuk permend emrin tënd, e diluar azi gjetua 25 vjet në fer. Te vdik pa e ditur se 20 vjet me vone, historia e sejgj do të zbulohej, se agjo do të behej simbol I pafagjesis e se shtipur, se zeri I se kë e kishin konfiskuar, do të kërkohej nga gjeneratat e regja. Por agjo nuk e pa as një nga ketu. Agjo vdik duke besuar se kishte deshtuar. Te këjo eshte pa drejtësia me e madhe e gjitha, kur viktima vdes duke menduar se fagji ishte I saj. Në vitin 1990, pak muaj para se sistemi të rezohej, një grua e moshuar hiri në banken kombetare të shkiperise dhe kërkoj të hapi një logari. Agjo nuk ishte e njohur per askëndatje. Por kur agjo dha emrin e saj, Luarasi, një punonjës I vjetër e shikoj mesi të zgjeruar, a I pjeti me kuqdes, a gjeni e aferme e edi Luarasit, gruagja undal, pastaj ta meze të ulet, une gjam motra e saj, jam ardhur të marr atë ko I të konte. Punonjësi e shikoj për një kohë të gjate, pastaj të rinjë kolek me të larte, dhe pas një bisedë të shkurtër në një dhome të mbilur, ata I të ne, në vjen kek por në nuk kemi as një logari të regjistruar në emër të edi Luarasit. Motra insistoj, por une edi se agjo kishte kursimet e saj, nga vitet e para, nga koha kur agjo këndonte. Ku shkuan ato para? Punonjësi shtrengoj duart dhe ta. Të gjitha logarit e elementeve të denuar u mbyllen sipas ligjit, dhe balancet u transferuan në bukshetin e shtetit. Nuk ka asgjë per të marre, motra e edi doli nga banka e shkaterruar. Agjo dinte se edi kishte pasur para. Gjo shume, por mjaftueshem per një gjete modeste. Agjo kishte punuar per 10 vjet si artiste e paguar mire. Por tani, pas 25 vitesh heshqe, pas një gjetit e tjerë, pas vdekjes në varferi, askush nuk mund të gjente as një lek të vetem. Para kishin zhdukur, dhe askush nuk dinte ku. Si pas një burimi kë punoj në sektorin financiar të asaj kohe, gjo ishte praktike e zakonshme. Kur një person shenohej si element armikesor, logarita e tij në ngringeshin. Të nëse aj nuk kthehej kurre në statusin e me parshem, ato para thjesht absorbohen në fondet e shtetit, pa gjyk, pa njoftim, pa të drejte ankese. Te edi Luarasi nuk ishte e vetmja. Mjera artiste, intelektuale, punetore të tjeshte hamben kursimet e tyre në të njajtën mënyre. Sistemi nuk I vrau vetem shpirtërisht, a I grabiti edhe financiarisht, dhe pastaj I harroi. Por historia behet edhe me edhimbshme. Si pas deshmit të risese nje ish punonjësi bankar ke foli në vitin dimigje e pesem bedhjete, në dosjen e brendshme të edi Luarasit kishte një shenim të shkruar në vitin 1 e nën të kind I 723. Shenimi thoshte, elementi Luarasi ka kërkuar akses në logari personale. Kërkesa eshte refuzuar. Logari të gjanet të ngrira diri në vendim të meteshem. Kjo do të thote se edi kishte tentuar të marre kursimet e saj, kishte shkuar vetë në banke, kishte kërkuar ndihme. Por ata ja kishin mbyllur deren, dhe agjo kishte ikur pa asnjë shpëgjegim, pa asnjë dokument, duke ditur se edhe agjo ka kishte fituar me gjersen e saj tani I ishte marre. Të kjo grabitje I fundit e kishte thjerë përfundimisht, sepse kur të marrin edhe atë ke fituar me punet e ndërshme, ti kupton se nuk gjeme kititar, gjeprone e shtetit. Edhe gjeta gjote, edhe kursimet e tua, edhe e ardhmgja gjote I perkasin atyre kë vendosin fatin tënd pa të pjetur, sot ato para nuk mund të gjenden. Nuk ka asnjë dokument kë tregon se ku shkuan, nuk ka asnjë zyrtar kë të pergjigj, dhe familja e edi Luarasit nuk mori kurre asgjë.
as kam pensim, as njohgje, as kërkesefalje, thjesht heshgje, sikur ajo të mos kishte ekzistuar kurre. Sikur parate e saj te kishin kene vetëm iluzion, por ato nuk ishin iluzion, ato ishin frit I viteve të saj te arte, kur ajo mbushte skenat dhe kur populli e donte. Dhe tani, ato para kishin zhdukur në shepat e një sistemi ko e konsideronte armik. A eshte kjo drejtësi? A eshte kjo mënyra si një shtet I kytëteruar I trajton artistet e ti? Apo eshte thjesht vjedhje e legalizuar me vullen e pushtetit? Në muajt e fundit të gjetës së saj, e diluara si filloi të shfaqte simptomat e çuditshme. Ajo ankohej per dhimbje të fortën e gjoks. Nuk mund të merr të fryme mire, ekte me veshti resi. Por ajo nuk shkonte te mjeku, sepse në atë sistem, edhe vizita mjekësore duhej të raportohej. Te ajo nuk donte me të kontrollohej. Ajo thjesht donte të vdiste në pake. Por edhe kjo ju mohogjen, sepse një dita, në shkurt të vitit 1990, ajo ra e fiket në fabrike. Kolegët e saj gjetuan me ngut në spitalin me të afert. Dhe agje, pas disa ore shpritje, një mekijeri e ekzaminoi dhe I daha diagnozen, insuficienze kardiake e avankuar, zemra e saj po pushonte se punuari. Por kur ai pa dosjen e saj mjekësore, ai gjeti diçka ko e shketesoj. Një shenim I vjetër nga vitin 1980 e gjashta këtë hoshte, pacienti ka histori të tentative suicidale, te monitorohet per çrregullime mendore. Mjeku I ripeti, a keni pasur injekje psikiatrike? E di e shikoj me si të lodhur dhe tha, jo, une nuk gjame çmendur, une vetëm gjame tjerë. Mjeku nuk tha asgjë, sepse ai e kuptoi se dallimi mes të gjërave ishte I pakartë në atë sistem. Nëse ti provoje të vrishe vetë, ti ishe I smendur. Nëse ti nuk mund të durogje me, ti ishe I dobet. Nuk kishte hapesire per të kuptuar se disa njerëz të hengjo sepse gjenet e dobet, por sepse barra eshte shume I renda. Dhe e diluarasi kishte mbajtur një barë ku asnjë grua tjetër nuk duhej të mbante, hambjen e karrieres, hambjen e burrit, hambjen e dinjitetit, hambjen e kursimeve, dhe tani hambjen e shendetit. Por çfarë nuk dihet gjerësisht ishte se në gjavet e fundit të gjetës së saj, edi u trashtua në një spital ko ishte I mbushur me të semure të gjere në kushtemizore, si pas një infermiere gjë kë punoi atje, doma ku edi kondroa kishte gjashta krevera në një hapezire per 3. Nuk kishte ngrogje të mjaftueshme. Ushkimi ishte minimal, dhe me e kekja, ajo nuk kishte vizitore, sepse askush nuk guksonte të vinte, infermierja ta, ajo kendronte e vetmuar çdo dita. Shikonte tavanin, ndonjë herë kante në heshqe, dhe një dita, ajo me pjati, a e dini gjuse kush gjam une, I thasha, gjo, te ajo buzekeshi me trishtim dhe ta, me mire. Shta me mire keshtu, sepse neze gju e dinit, du te me largonit nga ketu. Une nuk e kuptova atë herë, por tani e kuptoj. Ajo mendonte se edhe në shtratën e vdekjes, emri I saj ishte Malkim, dhe pastaj, në 23 shkurt 1990, zemra e edi luarësit ndaloi se rahuri. Ajo vdik në oren 3 të mëngjesit, e vetme, pa familje prane, pa mik, pa asnjë kohë të mbante doren e saj në momentet e fundit, si pas raportit mjekësor, shkaku I vdekjes ishte arrest kardiak. Por ata ka e dinin historina e saj tone se shkaku I vërtetë ishte një zemër kë kishte përgjetuar shume dhimbje për ngjigje të vetme. Te kur ajo me në fund pushoi se rahuri, ajo nuk ishte kapitullim. Ishte qëlirim. Por edhe në vdekje, sistemi nuk e la në pake. Sipas një dëshmitarike punoi në morge. Kur trupi I edi u sol atje, askush nuk erdhi ta identifikonte mengjëhere, kaluandi dita. Te vetëm pas prezionit të një punonjesi të spitalit kë njohu emrin, familja u njoftua, por edhe atëherë, ata u thane, varrimi duhet të behet shpajt, pa ceremoni publike, pa lajmerim, dhe keshtu u be. Edi luarasi, gruaja që kishte mbushur sallat me zerin e saj, u varros në një ceremoni të heshtur që zgjati 15 minuta. Vetëm 5 persona ishin atje. Te askush nuk guksoj të fliste, sepse edhe në var
emri i saj ishte ende i rrezikshëm. Sot, varri i saj gjendet në varrezat e sharrës, në një pjesë të largët, larg monumenteve të famshemve. Një gurke e vogël me një emër të gdhendur pa datë lindjeje. Sikur ajo ta kishte këne thjesht një numër, dhe per 20 vjet askush nuk e vizitoi atë varr. Sepse edhe pas renies së sistemit, njerëzit kishin frika. Frika ishte ngullitur kaq thellë sa edhe kur rreziku kishte kaluar, ajo mbeti. Të ediluara si mbeti e harruar deri në vitin 2010, kur një gazetar i rizbuloi historinë e cajde vendosi të tregonte bottes. Por deri atë here, ajo kishte kënë thjesht një emër i fshirë nga memorja kolektive. Një zë kishte heshtur per gjithmone. Një grua kë sistemi kishte shkatërruar dhe kë historia kishte neglizhuar. A e dini se çfarë ndihet kur edhe e vdek gjatë nuk ta gjep pake? Kur edhe pas gjithë çka ti varrohesh si një kriminal, pa nderim, pa kushtim, pa asnjë kote thote se ti ishe pa fajshme. Ediluara si gjetojnë gjezet e 5 vjet në ferë. Vdik e vetmuar, te u harrua per 20 vjet të gjera. Te kjo e ishte pa drejtësia me e madhe, kur viktima zduket plotësisht dhe askush nuk pjet pse. Sot 55 vjet pas, asa gjëmbledhje të fshehtë ke vendosi fatin e ediluarasit, ne po kërkogjme per gjigje, ku shkuan ata 5 burra ke moren vendimin, a paguan ndonjëri prej tyre per atë ke bene. Per gjigja eshte e dimbshme, gjo. Si pas kërkimeve historike, shumica e atyre funksionareve gjetuan gjetët e këta pas renies se sistemit. Disa vdikan natyrshem në moshet e thjerë, të tjere u tërhoken nga gjeta publike dhe nuk u pjetën kurre. Asnjë prej tyre nuk u hetua, asnjë nuk u gjikua, asnjë nuk kërkoi falje. Sepse në Shqiperine e pas 1990 nuk pati drejtësi per viktimat e regjimit, pati vetëm heshqe, dhe heshqa eshte aleat i kriminalit. Një nga figurat kodishohet se ishte në atë takim gjetuaj deri në vitin 2007. Ai kaloi vitet e fundit në një shtepi të rehatshme në periferi të Tiranes. Askush nuk e pjeti kurre per vendimin ko shkatërroi ediluarasi. Ai vdik i rrethuar nga familja, me varrezet e bukurteme nekrologjiko e përshkruante si kontribues në kulturën shqiptare. Ironia eshte mizore, burri kë ndihmoi në shkatërrimin e një artiste u kushtua si mbrojtës i artit, ndërsa artiste vete u harrua si fantazme. Kjo eshte mënyra si historia shpesh shkruhet, nga fitimtarët, gjo nga viktimat. Por a ka shprese per drejtësi sot. Në vitin 2019, një grup studiuesish kërkojnë nga keveria hapgjene plote të arkivave të sigurimit të shtetit. Ata kërkuan koje emrat e atyre, ke moren vendim per shkatërrimin e artisteve të publikohen. Keveria premtoi transparentse. Por deri sot, shume doshgje mbeten të mbillura, shume emra mbeten të fshehura, dhe shume familje ende presin të dina kush ishte përgjegjes per vuajtjet e të dashurve të tyre. Ediluarasi nuk eshte rasti i vetëm. Por ajo eshte një nga simbolet me të dhimbshme të asaj kohe. Të nesene nuk kërkogjme drejtësi per ta, atëherë ne po themi se krimi mund të harrohet nese kalon me jaftu e shem kohe. Historia e ediluarasit nuk eshte vetëm histori e një artiste të shkatërruar. Shte histori e një sistemi ku e konsideron të njerëzit si mjetet e përdorshme. Kur ti ishe i dobishem, ti adhuroheshe. Kur ti beheshe problem, ti fshiheshe. Pa gjik, pa meshire, pa mundesi këtimi, dhe kjo nuk ishte vetëm mizori. Ishte politike zirtare. Te ata ke izbatuan atë politike nuk ishin përbindesha. Ishin gjerez të zakonshim ke zgjodhen të bindeshin në vend këtë kundershtonin. Kë zgjodhen karriere më bindjer gjegjen, kë zgjodhen heshtjen mbi guksimin. Dhe per këte, ata mbajnë per gjegjesje dhe sot. Sot, kur eqim ne per rrugjet e Tiranes, ne shohim monumente per diktatore të rrezuar, por ku gjane monumentet per viktimat si ediluarasi, ku gjane emrat e grave dhe burrave ke u shkatërruan vetëm sepse zgjodhen dashurine e mbi bingje, ku eshte memoria kombetare per ata ke paguan çmimin me ta larte per një sistem ke nuk e toleronte individualizmin, historia e ediluarasit eshte një thirrje per në të gjite, të mos harrogjme.
sepse kur ne harrogjme, në legjojme ke nxegjta mizori të perseritet, të kur ne heshtim per viktimat, ne behemi bashke faqtore të krimeve ke u krien kunder tyre. Edi luara si këndoj per popullin, a gjo idhazirin e saj artit, a gjo zgjodhi besnikerine mbaj shpetimin, të per kete, a gjo u shperbli me 25 vjet fer, a gjo vdik e varfer, e vetmuar, e harruar. Por sot, ne e shellim historina e saj ne dritte, gjo per hakmarrje, por per drejtesi, sepse që do viktime meriton të ngjihet, që do ze i heshtur meriton të degjohet. Të gjdo krimet e harruara meritogjne të ekspozohen. Shoke, qfare mendoni per ediluarasi? A ishte a gjo viktime e ngje sistemi mizor ke e shkaterroj pa meshire? Apo ishte a gjo naive ke duhegjte kishte pranuar kompromisin, të ta kishte shpetuar vetën të femigjet e saj? A meriton të a gjo fatin kë pesoj vetëm sepse nuk pranohet a mohun të burrin e saj? Dhe a mendoni se ata ke moren vendimin per të shkaterruar duhegj të ishin per gjegjes edhe sot? Shkruani mendimin tuaj në komente. Na tregoni neze e mbani mend ediluarasi në kytetin tuaj. Nese e ngjihni historine e saj, ndagjeni me ne. Të nese besoni se drejtesja duhet të vigje, edhe pesedjet e vjet me vone, shtipni like dhe abonohuni në kanal, sepse ne do të vazhdojme të tregojme historita e atyre ke sistemi tentoj t'i fshigje. Faleminderit kë në dëgjuat. Të mos harroni, historia nuk duhet të harrohet kurre.